jeta nuk është një rastësi. Njeriu jeton për të dashur, do të thënë të duhet nga të tjerët dhe të doje. Nëse nuk e kuptojmë mënyrën se si ne jetojmë, nuk mund të kuptojmë se çfarë vërtet duam të jetojmë. Prandaj qëllimi i jetës është vërtet kjo, kur ne të ndjehemi të pranuar dhe të pranojmë. Mjeshtrat shpirtërore, rruga shpirtërore na ka mësuar se gjithçka është tani, gjithçka është duke ndodhur, thjesht duhet të ndalim, të shohim, të ndjejmë dhe të edukuarit është shumë e rëndësishme dhe Flavia. Të kuptosh natyrën tënde, të kuptosh sërish si funksionon mendja, të kuptosh për çfarë jam duke jetuar, të kuptosh cila është marrëdhënia me njerëzit, të kuptosh pse bëj ato që bëjmë. Ne i shohim sa shumë gjëra i lejmë për nesër. Pra e kuptojmë, kjo është e rëndësishme dhe sërish nuk bëjmë diçka. Duhet të zgjedhim dhe të jemi me njerëz që na inspirojnë, që na japin një vlerë në jetën tonë, na kujtojnë një vlerë në jetën tonë. Pra asgjë nuk është rastësishme, gjithçka ka një qëllim dhe kjo ka nevojë të zbulohet. Xhekur dhe Vargadas. Çekur dhe Flavia. Vargadas, në episodin e parë kemi prekur pak 3 pyetje ekzistenciale të cilat mendoj që çdo njeri i ka së brendshmi. Pra, kush jemi ne, nga vim ne dhe cili është pikërisht qëllimi ynë në tokë. Sot do të flasim pikërisht për atë që është qëllimi ynë dhe si mos e shpërqendrohemi nga ky qëllim që është shumë i rëndësishëm për brendësinë tonë. Pa humbur kohën do doja që ta nisnim pak me si është e mundur që ne të arrijmë të zbulojmë qëllimin tonë. Tani nëse shohim jetën, çdo njeri është duke jetuar atë sipas mënyrës së tij. Dhe unë do thoja diçka është vërtet shumë e rëndësishme të kuptojmë që jeta nuk është thjesht një rastësi. Sigurisht ne kemi të drejtën ta shohim atë në konveshtrime të ndryshme ose thjesht ta themi ose po është e rastësishme apo sido që të jetë. Por jeta nuk është një rastësi. Pra dhe gjithë ajo çfarë është jeta jonë, është të zbulojmë cili është qëllimi jonë dhe po them për jetën tonë. Dhe prandaj rruga shpirtërore është ajo e cila të udhëheq drejt asaj për të zbuluar sekretet e jetës dhe për të zbuluar çfarë është vlera e saj. Dhe unë do thoja në lidhje me qëllimin që drejtove dhe pyetjen, gjithsecili nga ne është duke bërë diçka në jetë dhe ka prioritete të ndryshme, një fokus të ndryshëm, kjo vazhdimisht ndoshta edhe ndryshon, por gjithmonë ka diçka cilën përpiqet të arrijë. Jo, po mendoja që thjesht duhet të specifikohet që qëllimi i jon njerëzor nuk është se po diskutojmë për qëllimet e natyrës, që qëllimi im në jetë është që të bëhem i pasur ose qëllimi im në jetë është që të martohem dhe të krijoj familje. Po flasim për diçka e cila është tjetër gjë, e cila ka të bëjë me veten, me dashurinë për veten, me të qenë në qetësi, në paqe me veten. Thjesht doja që ta specifikoja pak këtë se. Pra e rëndësishme është të kuptojmë pse kemi qëllime të caktuara, çfarë është mbas saj, sepse nëse nuk e kuptojmë mënyrën se si ne jetojmë, nuk mund të kuptojmë se çfarë vërtet duam të jetojmë. Nëse nuk kuptojmë çfarë kemi, nuk e dimë se çfarë jemi duke kërkuar. Dhe prandaj e kisha në këtë formë, duhet të kuptojmë pse kemi qëllimin që kemi, çfarë është përtej saj. Dhe unë do thoja janë 2 gjëra shumë të rëndësishme dhe esenciale. Njeriu jeton për të dashur, do të thënë të duhet nga të tjerët dhe të doje. Gjithçka që jemi duke bërë në jetën tonë, njeriu ka nevojë për 2 gjëra, të duhet nga të tjerët dhe të doje, të shprehë dashurinë që ka. Dhe gjithçka tjetër që më jetë në fakt është gjitha një rrugtim për të kuptuar thellë çfarë kjo do të thotë, pra ajo që përmendet edhe ti. Kur ne kuptojmë dhe e gjejmë këtë dashuri, qoftë nga të tjerët, qoftë e ndjejmë ta japim, atëherë qëllimi jonë vërtet është përmbushur dhe prandaj qëllimi i jetës është vërtet kjo, kur ne të ndjehemi të pranuar dhe të pranojmë, kur ne të ndjehemi të dashur dhe të duam, dhe atëherë
asgjë nuk mungon, po nëse nuk kuptojmë këtë qëllim, atëherë gjithçka tjetër është e pjesshme, pra që një ditë është duke kërkuar na sjelli po në këtë qëllim. Duket shumë e thjeshtë kur ne diskutojmë që qëllimi jonë është thjesht të mësojmë të duam dhe të na duan dhe të pranojmë dhe të ndjehemi të pranuar. Po në të njëjtën kohë është kaq e vështirë për gjithë njerëzit pasi ata kanë vështirësi dhe shpeshherë unë shikoj dhe njerëz që kanë rreth e qark dhe veten time që këto pyetje ekzistenciale unë i kam bërë në momente që vërtet kam qenë në dhimbje ose kam qenë e trishtuar. Qëllimi në vetvete është diçka që ti e gjen një ditë apo është diçka që zbulohet gradualisht? Si vjen ky zbulim? Vetë jeta është një rrugtim. Pra gjithkohën ti je duke mësuar, je duke edukuar veten tënde. Je gjithçka që duke eksperiencuar në jetën tënde, atëherë kupton çfarë vërtet edhe një herë është ajo çfarë është e rëndësishme për ty, ajo çfarë vlen për ty. Pra dhe është një rrugtim, je gjithkohën duke e kërkuar dhe pastaj ngadalë e zbulon dhe ecën apo vendosesh në ato çfarë zbulon dhe ato çfarë jeton. A gjen qëllimin të gjithë në jetën e tyre bashkëdhës? Mendoj që domethënë vetë jeta është e destinuar në atë lloj mënyre që do të sjellë të qëllimi. Dhe kjo është e bukura e jetës. Dhe prandaj unë do thoja shumë e rëndësishme ti besosh jetës. Pra ti besosh pra gjithçka që është jetës jashtme, jetës brendshme, po themi gjithçka që është jashta vjen së pari nga brenda, po themi gjithçka që ne ndërtojmë si jashtë, së pari vjen si mendim apo si një formë brenda nesh dhe pastaj e bëjmë si jashtëmi. Pra për të kuptojmë që vetë jeta ose se gjithçka që bëjmë ka një vlerë të caktuar dhe ne duhet ta vlerësojmë ato dhe pastaj gjithë këtë do të kuptojmë më tepër çfarë vërtet do të thotë, çfarë jemi duke kërkuar dhe çfarë ka vlerë për ne. Pra është një rrugtim. Si gjithçka që ne arrijmë në jetë, puna apo gjithçka, është një rrugtim. Të duhet të punosh, të duhet të ecësh që të arrish atë çfarë je duke kërkuar, çfarë ke nevojë, çfarë të plotson. A ndodh që të ngatërohet qëllimi gjatë këtij rrugëtimit? Pra, unë mund të them që pikërisht atë që thash edhe më përpara që qëllimi im në jetë është që unë të krijoj një familje. Dhe nga mund ta kuptoj që ky nuk është qëllimi im, domethënë që jam duke devijuar për ta zbuluar atë që është e vërtet. Sepse në thelb edhe familja konsiderohet si diçka materiale, pavarësisht se është që lidhja më e fortë në botën fizike. Në vetvete prap brendësia jote është diçka tjetër, jo bashkëshortë dhe jo fëmijët e tu. Si mund ta kuptojmë kur jemi duke devijuar nga qëllimi ynë? Së pari pra duhet të kemi sa më tepër çdo moment jetës tonë, çdo ditë jetës tonë të qartësohemi brenda nesh çfarë vërtet jam duke kërkuar, dhe cila është vlera e gjërave që kam. Po themi cila është vlera e familjes. Cila është vlera atyre gjërave që kam. Pra e kemi përmendur vazhdimisht, ku ne kuptojmë që jeta nuk është së jashtme, që do të thotë të mvaresh të gjëra që janë të përkohshme. Por është të jetosh në plotësinë e saj, gjithçka që ke, pa pritur për diçka që nuk e ke. Pra e përmendë herën e kaluar, të jetosh tani, ta jetosh gjithçka që ke. Dhe po ta shohim mënyrën se si njeriu jeton është gjithkohën duke pritur, duhet kem diçka sigurisht, por së pari duhet të vlerësosh atë që ke. Dhe diçka shumë e rëndësishme për të kuptuar, ne kur flasim në këtë formë, nuk do të thotë që është gabim gjithçka që kemi, nuk është gabim të kesh një familje, nuk është gabim të jesh i martuar, sigurisht, kjo është jeta. Po ne shohim, po themi, po ndalemi konkretisht shumë shkurt te martesa, ne shohim, ne kemi një martesë dhe sërish jemi të pakënaqur, por është zgjedhja jonë. Dhe ndoshta kjo do të thotë qëllimi në nivelin praktik që ti gjen atë që në fakt je duke kërkuar, atë që zgjedh vetë. Atëherë edhe është zgjedhja jote, edhe thua jo po
nuk është kjo. Pra ne duhet të bëhemi të vetëdijshëm dhe qartë sa më tepër çfarë vërtet jemi duke kërkuar dhe prandaj vetë reflektimi dhe vëzhgimi jon çfarë është duke ndodhur zbrendshme është shumë e rëndësishme të vëzhgohet dhe këtë shohim vazhdimisht. Ne blejmë diçka, po themi, dhe pastaj shumë shpejt themi, ja, po nuk është e duhur, kam nevojë për diçka tjetër. Dhe atëherë kërcejmë në diçka tjetër, dhe atëherë në diçka tjetër. Dhe jeta jonë bëhet e tillë, thjesht ne shohim që vitet kanë kaluar dhe çfarë jetuam, si jetuam asgjë, thjesht duke kërkuar diçka që s'e zgjetëm asnjëherë. Dhe në fakt të gjithmonë mjeshtrat shpirtërore, rruga shpirtërore na ka mësuar se gjithçka është tani, gjithçka është duke ndodhur, thjesht duhet të ndalim, të shohim, të ndjejmë. Dhe atëherë jeta do na sjelli dhe do na bëjë të vetëdijshëm eksaktësisht çfarë është duke na ofruar në këtë moment. Dhe atëherë bëhet më e qartë se çfarë është vërtet rruga jonë dhe çfarë është e destinuar që ne të njohim, të arrijmë, përjetojmë një jetë. Bargadas, ti e ke zbuluar në qëllimin tënd, edhe je një murg, po unë dua të të pyes për diçka në lidhje me rrugtimin tënd. Ka ndodhur ndonjëherë që ta kesh harruar qëllimin? Do të thënë, je nisur rrugtis? Je tërhequr, e ke harruar, pra sa je nisur sërish, apo nuk e ke përjetuar si si? Tani nëse të them, mund të them për veten time në këtë rast. Jeta është një rrugtim. Tani në momentin që unë u bëra murg, nuk do të thotë që okay, gjithçka tani është okay, gjithçka e gjeta. Pra ti je vendosur, ti ke zbuluar diçka dhe mënyrën që je duke jetuar atë ndjesh i plotësuar. Por sërish kjo nuk do të thotë që gjithçka ka përfunduar, do të thotë që ti do të ecësh, do të njohesh më tepër, sepse edhe një herë ne flasim për dashurinë pa kushte, por jo domosdoshmërisht e njohim çfarë vërtet do të thotë të duash pa kushte. Pra e kuptojmë që mos të mvaresh te gjërat e jashtme. Pra nëse njerëzit nuk të duan, ti t'jesh në gjendje t'i duash. Se kështu deshen, po themi, mjeshtrat. Jezusi edhe pse i hodhen gur, ai akoma i donte njerëzit. Dhe gjithë sakrificën që sakrifikoi veten e vet, e bëri vetëm për dashurinë që kishte ai për njerëzit. Pra dhe prandaj mjeshtrat vinë dhe na mësojnë me shembullit e tyre dhe këtë e shohim çdo ditë me mësuesin ton, po themi. Që e kemi parë, po themi, kur ai jep bekim darshan, ndoshta është 8 orë pa lëvizur, 10 orë pa lëvizur. Pse? Vetëm për të ndryshuar jetën e njerëzve. Pra dhe kjo do të thotë të sakrifikosh veten tënde. Nëse njerëzit të pranojnë, as të pranojnë, ti të bësh atë çfarë. Dhe kjo është dashuria dhe kjo nuk do të thotë u bëre murg dhe njohë këtë dashuri. Jo. Njohja, po kuptove që dashuria pa kushte ekziston, sepse kam takuar persona të tillë. Besoj tek ata që e kanë arritur. Dhe prandaj gjitha rruga jote është vërtet për të kuptuar këtë dhe çfarë du të them sërish, gjithçka që ne kemi familje apo kemi punë, gjithçka që kemi, janë të gjitha kushtet, nuk kemi nevojë të ndryshojmë kushtet, por të na ndihmuar që ta njohim këtë të vërtetë apo këtë qëllim, pra këtë gjë që është e palimituar ose pa kushte. Dhe çfarë më ndihmon që ta mbaj fokusin në këtë çfarë unë kam pranuar për jetën time, është vetëm duke u fokusuar tek mjeshtri, tek gurgjia. Sepse nëse do hiqja atë nga jeta ime, atëherë jeta ime sërish do ishte si një zhvendosje pa një busull. Dhe unë e shoh ku jeta ime ka ndryshuar. Jeta ime ka ndryshuar kur ai erdhi në jetën time. Dhe unë sërish e provoj kur heq mendjen ose zhvendosem gjërat, po themi, të botës materiale, e shoh se çfarë ndodh brenda meje, pra luftrat edhe gjithçka nis, pra e shoh balancën brenda meje dhe si e ndryshoj vetëm duke fokusuar. Pra prandaj njeriu duhet të bëhet i vetëdijshëm dhe të kuptojë së brendshmi çfarë jam duke jetuar, çfarë jam duke synuar. Jo çfarë bota më thot, jo çfarë njerëzit përreth më thonë, por çfarë vërtet bën sens për mua.
Dhe atëherë ti bësh përgjegjës për jetën tënde dhe mua personalisht kjo më bën vetëm fokusi te gjërat që praktikoj, mënyra se si jetoj, mënyra se si shoh gjërat dhe të edukuarit është shumë e rëndësishme Flavia. Jo leximi çfarëdo, po të edukuarit, pra të kuptosh vërtet vlerën e jetës, të kuptosh natyrën tënde, të kuptosh sërish si funksionon mendja, të kuptosh po çfarë jam duke jetuar, të kuptosh cila është marrëdhënia me njerëzit, të kuptosh pse e bëj atë që bëj. Pra asgjë nuk është rastësishme, gjithçka ka një qëllim dhe kjo ka nevojë të zbulohet. Kush mund t'jenë arsyet që ne largohemi nga ky qëllim Bargadas? Përveç faktit që nuk e di, puna, familja, apo qoftë edhe mendja, se ne prekëm një episod më parë që mendja është një instrument i cili të afron dhe të largon me zemrën tënde. Kush mund ketë çka tjetër të cilën nuk e kemi menduar ose nuk e kemi prekur ose se di diçka. Pra nga vetë natyra, që kur jemi lindur, njeriu është i destinuar që të bëjë diçka. Askush nuk mund të rrije në gjendje pasive ndaj jetës dhe nuk do bëj asgjë. Ti të duhet të ushqesh, ti të duhet të lëvizësh, të duhet të shërbesh, po themi më vogla vetes tënde. Dhe pastaj duhet të bësh punë tjetër. Pra gjithë secili e bën diçka në jetë. Dhe ato çfarë njeriu bën përcaktohet nga ajo që nje, nga ajo që din. Dhe kur flas për dije nuk jam duke thënë diçka teorike, por atë çfarë ke eksperiencë brenda teje. Pra dhe kjo e ndihmon njeriu sa më tepër të njohë aq më i lartë është edhe qëllimi ose vlera e vetë jetës. Dhe sa më ulet të jetë dija, pra aq më pa qëllim je. Dhe mbaj mend tani se më kujtua, nduket ka qenë koha e Covidit që dikush e pyet Guruxhin, çfarë të shqetëson kur e sheh botën sot, mënyrën se si njerëzimi jeton. Dhe ai thot, më shqetëson kur shoh rinin që nuk kanë asnjë lloj qëllimi. Dhe kjo është vërtet, kur dikush të jep diçka shumë më vlerë, dhe ti nuk e din vlerën e saj dhe çfarë bën, thjesht e vendos diku, e fshet diku, ose e vendos në një raft. Dhe thjesht jetë duke humbur atë mundësi, dhe tillë është dhe jeta, pra nëse ne nuk e kuptojmë këtë gjë, thjesht e kalojmë jetën, kalojmë vite dhe në fund vdekja na ofrohet dhe çfarë jetuam. Pra kur fillojmë ndryshojmë jetën, atëherë kur fillojmë edhe kuptojmë që jeta ka një vlerë. Pra është gjitha tek kuptuari, prandaj edukimi edhe një është shumë i rëndësishëm ta edukojmë veten, të njohim më tepër se thjesht pra të duam të njohim më tepër, duam të rritemi më tepër në këtë. Dhe sërish është mendja. Pra është mendja, ku fokusojmë mendjen, dhe sërish mendjen, fokusin e mendjes se përcakton dija, eksperjenca e brendshme që kemi brenda nesh. Çfarë mund ta bëjë një njeri që të heqë dorë nga qëllimi i tij? Kush është diçka? Duke mos pasur qartë qëllimin dhe nuk duke mos punuar për atë qëllim. Edhe ne i shohim sa shumë gjëra i lejmë për nesër, pra e kuptojmë, kjo është e rëndësishme, dhe sërish nuk bëjmë diçka që ajo të ndryshojë. I shohim shumë gjëra në jetën tonë, e shoh edhe unë, e di që diçka është shumë e rëndësishme, sepse vetë jeta ma ka treguar, po sërish nuk bëj veprime, ose nuk jetoj mënyrën vërtet për ta ndryshuar. Dhe pastaj, nëse ti nuk e bën, atëherë thjesht do ta humbasish. Pra të kesh qartësi çfarë vërtet don dhe të punosh ta arrish atë. Po themi, nëse një ushqim i caktuar është i dëmshëm për ty, sepse ke kuptuar nga eksperienca. Nëse ti nuk vendos do ta lej këtë ushqim, do ta zëvendësoj me diçka tjetër, atëherë thjesht do shkatrosh veten, do shkatrosh organizmin. Pra njëjta gjë, ti e din që ai ushqim të dëmton, dhe hapi tjetër është ta lesh atë ushqim. Dhe prandaj devijojmë sepse nuk e kemi qartë dhe nuk punojmë për të arritur atë çfarë duam. Unë shikoj Bargadas që shumë njerëz të thonë që shprehen për veten e tyre që jam dorëzuar. A ka kjo të bëjë me besimin, me vullnetin, apo është thjesht një fazë kalimtare? Se shikojmë edhe raste që njerëzit kanë hequr dorë nga jeta e tyre. Të dorëzuar ndaj jetës tua. Po kjo është e vërtetë, dhe është vërtet e dhimbshme kur e shohim këtë.
dhe është pjesë e jetës, sigurisht. Dhe prandaj një gjë është shumë e rëndësishme, duhet të rrethohemi me njerëz që vërtet kanë kuraje dhe e pranojnë jetën, i bozëqeshin jetës. Është shumë e rëndësishme, gurgjia gjithnjë dhe mjeshta gjithnjë na kanë mësuar që shoqëria që kemi, pra njerëzit që kemi përreth, paktën ato që mund të zgjedhim, duhet të zgjedhim dhe të jemi me njerëz që na inspirojnë, që na japin një vlerë në jetën tonë, na kujtojnë një vlerë në jetën tonë. Dhe atëherë ndryshimi do vije. Dhe atëherë ne do dalim nga kjo mendësi që jeta ndoshta nuk ka një kuptim, ose nuk e di. Sigurisht jeta ka një kuptim të jashtëzakonshëm, por ne duhet ta zbulojmë. Dhe prandaj duhet të gjejmë formën se si ta zbulojmë. Dhe njerëzit që na rrethojnë, unë e shoh edhe vetë, nëse nuk e kam qartë qëllimin dhe nuk qëndroj me persona ose nuk bëj gjërat e duhura, sërish mund të shmangesh nga qëllimi. Pra po njerëzit cilët shoqërojmë është shumë rëndësishëm. Prandaj thuhet, më thuaj me korri dhe të them kush je. Dhe prandaj nëse shohim këta persona dhe shohim jetën e tyre, e vëmë re këtë, sepse shoqërohen me njerëzit e gabuar, bën gjërat e gabuar, po sërish është zgjedhja e tyre dhe e tillë është jeta. Dhe ajo sërish të duke mësuar, nëse nuk më respekton për atë që të kam dhënë, pra do të shkaktoj dhimbje, do të gjej një formë që ti të kujtohesh për vlerën e saj. Dhe prandaj shumë raste ne kur e humbim diçka, po them jemi shumë të shëndetshëm, arrijmë të bëjmë, të kujdesemi për veten, gjitha format, po themi shkoj palestër për trupin, bëj gjëra të tjera. Dhe ndoshta thjesht një smundje e transformon komplet shëndetin tonë, dhe atëherë ti kupton, wow, çfarë vërtet do të thotë të kesh shëndet. Pra dhe prandaj vetë jeta është mësuesi më i mirë, kur ti nuk e respekton diçka që ajo të ka besuar, ta ka dhënë për të mirën tënde, atëherë do gjeje formën që ty të kujtoje që jo, kjo që jam duke dhënë ka një vlerë tjetër, prandaj mos e hidh, por gjej vlerën e saj, dhe prandaj jeta ka shumë dhimbje, shumë raste, sepse na kujton. Dhe dhimbja është tamam mësuesi më i mirë. Është mësuesi më i mirë, po në tjetër kohë mendoj që aty gjenden edhe mësimet, edhe realisht vlera dhe rëndësia që ti ke. Kështu që mbarga dasëm do doja ta mbyllja në fakt me një pyetje të fundit, nëse kjo do të ishte dita jote e fundit, a do të ishe në paqe me mënyrën se si po jeton qëllimin tënd? Besoj që po. Sigurisht që po. Por që tani neja kur i thua gjërat, sigurisht që po. Të më thënë, nëse shoh gjithë jetën time, jam duke jetuar atë që nuk zëvendësohet me asgjë tjetër që kam jetuar. A ka nevojë jeta sërish të zbuloje? Sigurisht, se prandaj është rrugtim. Dhe nuk e di si është për ty, por që unë jam ende në fazë zbulimi, padyshim që jam shumë herë më e fortë dhe më e fokusuar drejt qëllimit tim. E kam kuptuar këtë dashurinë e pa kufi, kam qenë duke e kërkuar, e kam zbuluar dhe nuk kam për t'ju ndarë. Natyrisht, por jam më pa eksperiencë se sa ty, edhe jam drejt këtij rrugëtimit, kam ato ulingritet e mia. Çfarë të bën të thuash, po them që kam gjetur, sërish të kam gjetur qëllimin dhe por kam nevojë të zbuloj. Çfarë? E kam gjetur. Unë në fakt e kam ndarë edhe në episodin ku kam ndarë historinë time, ndoshta në atë episod kam qenë dhe pak emocionuar edhe nuk jam shprehur aq entuziaste sa që doja ose si që jam unë në përgjithësi. Unë kisha shumë kohë që kërkoja dhe besoja shumë fort që kjo dashuri e pa kushtëzuar ekzistonte. Dhe ndjeja ishte shumë e fuqishme brenda meje. Ajo u bë e prekshme në momentin që unë takova Gurxhin dhe patjetër që kjo është forca ime dhe ne kemi thënë edhe para ca kohësh ishim të ftuara në një intervistë dhe kemi cituar në ka ardhur shumë natyrshëm që kur na është bërë pyetje se çfarë është ai për ne kemi thënë që ai është busulla jon. Dhe realisht ai për ne është busulla jon dhe kjo është padyshim. Dhe në momentin që ti e zbulon atë dashuri dhe e zbulon mënyrën se si duhet të arrijmë këmbësh vetet nga momentet e vështira,
Sepse pa dyshim fakti që ne kemi një guru, apo fakti që ne jemi në spiritualitet, nuk është se gjërat na shkojnë vaj dhe ne kemi çdo gjë tani. Domethënë thjesht vendosim gishtin dhe këto gjëra realizohen. Përkundra, si vazhdojmë jemi në faza ulëngritje, kemi vështirësitë tona me punën, me familjen, me partneren, me shoqëri. Padyshim është një proces i tërë nga i cili mësojmë, por ajo që na ka ndihmuar është prezenca e tij padyshim dhe të praktikuarit dhe të edukuarit të mendjes edhe leximi i vazhdueshëm, sepse nuk mjafton duke lexuar vetëm një libër apo duke bërë vetëm një praktik. Është si çdo gjë, edhe spiritualiteti ka nevojë që të kujdesesh për të çdo ditë. Sikurse është marrëdhënia me partnerin, sikurse është marrëdhënia në familje, ka nevojë për tolerancë, për të ushqyer. Nuk është e thjeshtë. Marrëdhënia në tërësi, kur konsiderohet një marrëdhënie, ka vështirësitë e veta, dhe duhet kujdes dhe përkushtim. Pra jeta të ushqen, Kështu që por dhe ne duhet ta ushqejmë ato. të jep ato që duhet të t'jap dhe të merr ato që duhet të të marr, pavarësisht se ne pyesim gjithmonë pse mërzitemi, unë e dua këtë, dhe pastaj pas disa kohësh kur i mendojnë gjëra siç duhet, je më i ftohtë, e kupton që realisht ato gjëra nuk kanë qenë për ty. Jo sepse nuk kanë qenë të shkruara për të qenë të tuat, por nuk kanë qenë ato që realisht të përmbushin edhe të plotsojnë së brendshmi. Mund them bargadas që këtë episod me këto eksperiencat tona shkurtimisht ta mbyllim këtu për sot. Dhe të shihemi së bashku në episodin e 7. Sigurt. Në episodin e 8. Se thash kapim. Çigur